Volkswagen Tiguan të 2026 është i ri aku, vetëm delivery mileage ka një 20 km, është 2000 naftë me 150 kuaj fuqi, është versioni i fundit i Tiguanit. Tu përpara është me sensor të parkimit, kamerën para 360 gradëshe, kjo sistema që është edhe radar për distronikun plus edhe nizet me dritat LED, ka dhe këto fener të ri IQ Light Matrix me shëritat LED lart, ka këngjyrën si blu, si e shile kështu me shkëlqim e veçantë, është para shef shumë si këto i herë. Disjet i ka 17 që me thonë janë super gjendikës ka e çfarë, janë akull edhe disjet edhe gomat, se për këte për punë gjendje, kjo është akull e re, kështu që vetëm do themi opsionet, është me 2 çelësa plus me kartën, me Keyless Go, është me blind spotat e pasqyrat, privacy glass mrapa, gjanat e zi fabrike, akull, makinë e re, edhe mrapa e ka stopat me këtë IQ Light që vazhdo shëriti edhe nga cepin cep plus e ka dhe logon që nizet, sensor të parkimit, kamerën e parkimit, perfekt, çdo gjoj ka. Ky është motori 2000 naftë, versioni me 150 kuaj fuqi, edhe 370 Nm tork, kamera ka DSG automatike, makina ka 5 vjet garanci ose 100.000 km, këtë arrije përpara, është akull fare, s'është nez, më thonë, s'para na qello shpesh me pak kështu të reja. Sedilet i ka me lumbar support, po kështu i ka manuale, është me ambient lightin e ka shumë bukur, plus me qepje pjesët këtu edhe këtu lart, është edhe extended leather dhe pjesën këtu e ka me qepje, këtë mesën si efekt karboni, ekranin digital këtu edhe tjetrin mes, me Keyless Go që e nez me buton. Ky Tiguan i ri ka i dizajn minimalist, kështu që kanë përdorur më pak butona, shumicën i bë këtu nga ekrani i mbodh me Apple CarPlay, me Android Auto, ke sedilet me ngrohje ke këtu. Edhe këtë klimës ke si me touch i rregullon, si jep sync i rregullon i botë dyja njësoj. Ventat, ambient lightin e bukur, këtë mesën e karbonit komplet. Këtu ka driving modes ndryshme, i zgjedh. Tu ke 2 wireless charging për 2 telefona edhe 2 porta USB Type-C, freni dorë automat elektrike, cup holderat i ke këtu, është akull e re, këtu ke vend për storage, timonin me ngrohje, klimën me 2 zona, tu e ke përgjithë marshet që ka benci, timonin me ngrohje këtu, ke me nivelet ndryshme, me Apple CarPlay, me Android Auto, këte e konfigurohet si dush, është me vet parkim, tapicerin e ka akull fare, ka me qepja anash, lëkurë edhe në mes e ka këtë copën me detajet e bukura. Edhe këtu mrapa është shumë e pastër, ke hapësirë para, ke hapësirë lart, ke ca si xhepa këtu për të vu telefonin ndaçeve këtu. 2 porta USB, klimën individuale edhe kjo total 3 zona. I lëviz sedilet, po të duhesh me i lëviz shu para mrapa për të liruar në bagazh. Makinë e re, akull edhe perfekte për makinë familjare. Çmimi për këtë Volkswagen Tiguan 2026 me 0 km, 2000 naftë automatik është 45.000 euro. Nuk pranon ndrime, makina është në garanci edhe për 5 vite tjera. Numrin e kontaktit e keni këtu poshtë, ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.